edhe unë mendoj që kryefjala e këtij omazhi ishte hipokrizia, qoftë nga ana e përfaqësuesve të mazhorancës, qoftë të opozitës. Pra nuk ngeli socialist pa vlerësuar faktin që Fatos Nano ishte nga ata politikanë që jepte dorëheqjen apo që të riqej, dhe bashkëtoi në një parti me një kryetar që ka 15 vjet që nuk mendon që të riqet apo të doriqet apo të krijoj hapësira për zgjedhje normale, pasi Partia Socialiste tani nuk bën më zgjedhje për kryetar, apo Partia Demokratike e cila bën zgjedhje fiktive dhe dihet para se kush do fitoj përpara se të bëhen këto zgjedhje. Kështu që hipokrizia ishte prezente, jo vetëm në këtë aspekt, po dhe në aspektin e vlerësimit të figurës të zotit Nano, shumë kritik të tij, po shumë kundërshtar të tij, po shumë njerëz të cilët e kanë akuzuar atë për afera, për korrupsion, për një qeverisje ndër më të korruptuarat në Ballkan, ndërkohë që ai qeveriste vendin për informalitet dhe për shumë çështje që kishin të bënin me personin e tij dhe integritetin individual të tij, ata persona tashmë vlerësonin figurën e tij, vlerësonin kontributin e tij, etj. Nuk e di, ndoshta e tillë është politika në vendin tonë, ndoshta e tillë është politika në përgjithësi, ne si qytetar ushqehemi me atë që na japin, dhe prandaj them që dhe një lloj hipokrizie u evidentua nga gjithë klasa politike, e cila kur Nano ishte në pushtet ishte armike, dhe kur Nano nuk ekzistonte më ishte vlerësuese e figurës së tij. Brenda Partisë Socialiste ishte hipokrizia tjetër e personit dhe liderit që ata donin që të riqet etj, por ndërkohë pranojnë të gjithë të udhiqen nga një lider i cili nuk bën zgjedhje. Kështu që kështu do ta komentoja figurën e tij, pastaj si individ unë kam qenë shumë i ri në kohën që Nano ka qeverisur, nuk është se mbaj mend për ndonjë të jetë spikatur për ndonjë vlerë në qeverisje, unë mbaj mend 2004 në vendi ishte në recesion ekonomik, ishte në korrupsion të lartë, krimi ishte nivele të larta, emigracioni ishte nivele të larta për shkak të keqeverisjes, kështu që nuk është se më kujtohet për ndonjë vlerë në këtë aspekt. Unë më shumë do doja të pyesja edhe nëse problematikat e qeverisjes së sotme, dhe nuk e kam fjalën vetëm për qeverisjen e Partisë Socialiste, por duke e marrë mbas Fatos Nanos, pra qeverisjen e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, janë me problematikat, po e theksoj, janë vijimësi, po themi, e atyre të Fatos Nanos, janë fuqizim dhe zmadhimi atyre problematikave. Në fakt, se ka një historik edhe problematika, nuk fillon sot me Edi Ramën, ose me Sali Berishën, ose me Ilir Metën. Në fakt me Ilir Metën fillon. Do me thënë, pas qeverisjes të Nanos, sigurisht që pati një formalizim të ekonomisë, pati një lloj, pra qeverisja 2005-2009 unë do ta vlerësoja si qeverisjen më të mirë të së djastës, ku pati formalizim të ekonomisë, pati një lloj rregullim ligjor të shtetit, por nga ana tjetër me bashkimin në 2009 me LSI-n, hyri në treg, si thua, klientelizmi politik, ku ministrit u shiten, ku vota u shit, ku gjithçka doli në shitje, dhe u kthyen përsëri në atë batakun e viteve të mëparshme, qoftë krijuar nga qeveria e demokratëve apo qoftë socialistëve, ku korrupsioni arriti deri aty sa prodhoi protesta të mëdha, të fuqishme, edhe pas qeverisë me Ilir Metën, Rama erdhi me një premtim për një qeveri ndryshe dhe përsëri Rama e mbarti në koalicionin e tij qoftë LSI-n si parti, po qoftë edhe mentalitetin e pazarit në politik, e cila na shoqëron edhe ditët e sotme, ku kemi parë vetëm muajt e fundit se si individ të cilët aderonin tek opozita kanë morën poste publike tek mazhoranca, pasi e panë që opozita nuk fitoi. Qeveria Rama, e cila erdhi në pushtet në vitin 2013 me premtime ndryshe nga qeveria Meta Berisha, edhe ajo qeverisi me
klientelizëm politik, mbarti LSI-n brenda, po dhe problemin brenda, dhe sot kemi një qeveri e cila i reflekton gjitha, siç thatë ju, ato probleme të qeverisjeve të shkuara, por krijoi dhe një opozitë e cila është e orientuar tek klientelizmi dhe jo tek idealet politike. Pasi kemi individ që vetëm muajin e fundit ishin në poste shumë të larta politike në opozitë dhe e lanë opozitën dhe qytetarët të cilët i kishin besuar për një post administrativ, drejtor spitali, zëvendës ministre e tjerë, cila përkthehet vetëm në një rrogë. Pra e shitën idealin, postin, opozitën, opozitarizmin, dhe atë që ju kishin krijuar individëve për një rrogë, domethënë për një post drejtues. Mirë, dua të flasim edhe për diçka tjetër të fundit, jo më pak të rëndësishme, meqense folëm për opozitën dhe mazhorancën, duke u nisur nga kjo e fundit, përveç këtyre drejtorëve të vegjël që vinë nga Partia Demokratike, apo bëhet gati një pakt midis mazhorancës dhe opozitës për ndryshime kushtetuese, jo më për formimin e komisioneve për reformën territoriale dhe atë zgjedhore, që janë formuar tashmë, por për ndryshimet kushtetuese, ndryshimin e strukturës dhe arkitekturës politike të vendit, ndryshimin e kuvendit dhe ndoshta të formës së qeverisjes ndoshta, nuk e di. Mendoj që fakti që opozita pranoi kaq shpejt krijimin e komisioneve të reformës zgjedhore dhe territoriale, pas një retorike e cila nuk do njifte zgjedhjet fars, ishte një opozitë që kishte një gjuhë tjetër komunikimi për sa i përket zgjedhjeve, arriti krijuan komisionet dhe tashmë kanë hedhur teza për të shtuar Senatin si një pjesë të arkitekturës të parlamentit të ardhshëm. Nga ana tjetër, mazhoranca ka hedhur tezën e shkurtimit apo reduktimit të numrit të deputetëve, dhe unë mendoj që kjo ka një arsye të cilën e kanë artikuluar deri diku partitë e reja, për të mbajtur përsëri të dyja, si thua, shprenat dhe çelësin e pushtetit në Shqipëri. Jo më kot opozita ka krijuar 3-4 grupe parlamentare për ta marrë gjithë kohën parlamentare vetë me deputetët e saj. Pra ne kemi deputet të PD-s që janë deputet Ballit, për shembull. Zoti Balliu është deputeti i Ballit, vetëm për të krijuar këtë lloj komisionesh parlamentare, të cilat uzurpojnë, si thua, apo ndajnë mes mazhorancës dhe opozitës gjithë kohën parlamentare, në mënyrë që partitë e reja, megjithëse morin numër të konsiderueshëm votash, të mos kenë hapësira dhe mundësi për të rritur, thua, elektoratin e tyre. Kështu që do shkojmë prapë aty ku kemi qenë, reforma do bëhet në lokal ose në një restorant mirë, pra nuk do i nështrohet një debati publik, një konsultimi, apo pse jo ndryshimi kushtetues duhet i nështrohet një referendumi, sepse ndryshimet e fundit janë bërë me një referendum, pra kushtetuta e 98-s është nështruar një referendumi, ose ndoshta janë teza për konsum publik që ne dhe të tjerë që konsumojnë mbrëmjet e diskutimit të flasin mbi këto tema dhe të harrojmë temat kryesore për të cilat duhet flitet, korrupsioni qeverisës, ajo që Odir ose Beodir ka thënë në raportin e saj dhe ka nënvizuar me të zeza, partia përdori pushtetin, administratën për të krijuar favore politike në zgjedhje. Kështu që çfarë do t'ima të thot Odiri? Odiri të ka thënë, u përdor administrata, ti si opozit, mirë mazhorancës i vjen mirë. Po që të duhet të senati kur ty Odiri të thot, ore, ky nuk ka parti, ky ka shtet, që e përdor në fushat. Pra mundet të investojmë këtu dhe t'i bëjmë një blokadë mazhorancës për këtu? Atëherë këtu më lindin dy pyetje, ose opozita pret që të marrë pushtetin që të cilët një lloj si mazhoranca, ose janë ndarë pushtetet dhe janë ndarë, pasi kemi në lojë dhe avokat në popullit, disa komisionerë që janë duke u zgjedhur, kemi komisionerët e KQZ-s, pra gjatë gjithë kohës ta vazhdojnë ndajnë pushtete nëpërmjet këtyre marrëveshjeve, mendoj. Qartë, mirë, Rigel, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe për gjitha opinionet që solle këtu në studio. Faleminderit ju, mersi.
Ishim me Rigel Xhemollari nga Qendresa Qytetare, folëm për aktualitetin politik në vend, zhvillimet e fundit dhe ato të pritshme. Në fakt, vetëm pas pak rikthehemi në bisedën tjetër. Mirë, jemi rikthyer në këtë bisedë të dytë për aktualitetin sot. Ditën e djeshme u zhvilluan zgjedhjet e balotazhit për komunat në Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu zhvillime ka patur edhe nga Kosova, teksa dhe atje pritet që këtë të diel të zhvillohen zgjedhjet komunale të balotazhit, njësoj si kundër edhe në Maqedoninë e Veriut. Unë kam kënaqësinë që për Maqedoninë e Veriut dhe për Kosovën të kem lidhje drejt për drejt me mua këtu direkt nga Shkupi zotin Seladin Xhezairi. Kënaqësi dhe faleminderit që jemi së bashku, i nderuar. Përshëndetje, Ego. Po e nisim me atë se çfarë ndodhi dje në Maqedoninë e Veriut, ku duket se koalicioni Vlen ka dalë, po themi, fitues i zgjedhjeve, po duke u përqendruar tek shqiptarët gjithmonë, i zgjedhjeve komunale edhe në 19 tetor, edhe në zgjedhjet e balotazhit të mbrëmshëm. Një analizë juaja së pari për rezultatin e këtyre zgjedhjeve, komunat më të mëdha të fituara nga secili koalicion? Po, padyshim që koalicioni qeverisës i përbër nga VMRO DPMN-ja e kryeministrit Kristian Mickoski dhe grupimi politik shqiptar Vlen janë fitues të zgjedhjeve të teta lokale që nga pavarësia e kësaj Republike Jugoslave. Në total, VMRO DPMN-ja ka fituar gjithsej 55 komuna, grupimi politik Vlen 9, Lidhja Social-Demokrate Maqedonase 6, koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim i prirë nga Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar 4 komuna dhe një parti e re politike që u shkëput nga Lidhja Social-Demokrate Maqedonase e quajtur Znam ka fituar vetëm një komunë. Pra, mund të përfundojmë se e djela që Lampas prodhoi një fitore për koalicionin qeverisës të në ballë me kryeministrin Mickoski. Si po themi paraqitet tashmë ose si e analizoni ju ndryshimin e kësaj harte politike të Maqedonisë, patshkase në nivel vendor? Po, është një paralajmërim për opozitën maqedonase dhe atë shqiptare, çdo moment për të analizuar dhe për të reflektuar se kush ku gaboi, përkatësisht kush ku fitoi. Dhe në radhë të parë një periudhë reflektimi ka për të qenë periudha që vjen për Partinë Bashkimit Demokratik për Integrim, që si kundërdihet ka dominuar deri tani skenën politike shqiptare, duke mos njohur humbje në çdo cikël zgjedhor që nga viti 2002 e këtej, dhe për partinë e zotit Ahmeti, kjo ka për të qenë një sprovë serioze nëse do t'ja dalë të rikthej atë dinjitetin e deritanishëm, apo edhe Bashkimi Demokratik për Integrim do të ndjek shembullin natyrisht për të keq të forcave politike shqiptare që kanë bërë emër në historikun e organizimit politik të shqiptarëve të këtushëm. Zoti Ahmeti në këto momente që po flasim ka mbledhur kryesinë e partisë që drejton për të analizuar rezultatin zgjedhor, rezultat këtë të cilin në paraqitjen e mbrëmshme vetë personalisht zoti Ahmeti e pranoi, duke paralajmëruar një ndjeshje të radhëve të partisë së tij në mënyrë që të
përthelloj atë që quhet analizë për dështimin në këtë cikël zgjedhor. Tani, ne dim që në Maqedoninë e Veriut nuk është thjesht çështja politike, por është gjithashtu edhe çështja etnike. Unë jam kurioz të kuptoj nga analiza juaj, si përfaqësohen shqiptarët etnikisht nga këto zgjedhje, pra në përfundim dhe në rezultat të këtyre zgjedhjeve, më mirë apo do të ketë edhe problematika sa i takon përfaqësimit etnik në nivel komunal? Po, kur është fjala për këtë çështje që e shtron ti Egon, do thënë se shqiptarët në dje patën rastin të fitojnë 2 komuna. Në radhë të parë të fitojnë komunën e Kërçovës, që në mos gabohem është drejtuar për diku 13 vjetë nga shqiptarët, dhe një komunë rurale mes Tetovës e Gosivarit që quhet Bërvenic, por për shkak të matematika, aritmetikave, them unë, politike, ndërpartijake shqiptaro-maqedonase, partitë politike shqiptare i humbën këto 2 komuna dhe do pritur për të parë se si ka për të